një marrëveshje apo një ofertë që la bëri tani Washingtoni, që ne të përgatisim një draft marrëveshjes që do të duket pastaj si marrëveshje për nevojat që kemi për forcimin e mbrojtjes, pra ngritjen e kapacitetit, ne jemi në proces. Atëherë besoj se është një rikthim i fuqishëm i kësaj situate, sepse Kosova është duke ndërtuar kapacitetet veta të mbrojtjes brenda standardeve të NATO-s. Dhe çdo dobësim i kësaj qëndrueshmërie mbështetëse të SBA-ve, atëherë për vend pikpyetje edhe për poshmërinë vetë forcës apo FSK-s në këtë rast me standardet e NATO-s. Ky rikthim dhe ky përforcim është jetik dhe unë mendoj se Kosova duhet edhe të shkojë një hap më larg se sa vendet e rajonit. Na jemi në një situatë më specifike, nuk janë më lehtë as Bosnia, edhe Kroacia nuk mund të jetë shumë e qetë në raport me Serbinë, as Mali Zi dhe Maqedonia. Mirë po, Kosova ka një situatë më specifike sepse ne jemi shkputur me luftë dhe jemi duke u përballur rëndë me procesin e dialogut dhe tendencën për me arriti marrëveshje finale. Dhe çfarë do të konsistonte ky avancim matutjeshtëm i raportit strategjik me SBA-ve, unë mendoj se duhet parë mundësinë e avancimit në një prani të përhershme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, forcave të armatose siç është rastin me siç është traktatin mes Koreas Jugore dhe SBA-ve, ju e dini specifikën e Koreas Jugore me atë veriore, në një situatë analoge jemi ne me Serbinë, e cila ende nuk e njeh Kosovën pavarur, e mban brenda kushtetutës së saj, nuk i përmbush detyrimet që ka marrë nga marrëveshjet ndërkombëtare në raport me Kosovën, pra mundohet na marrë peng në një status quo i cila nuk është në favor të Kosovës, kur kemi parasysh edhe zhvillimet globale të sigurisë. Kështu që unë mendoj se këtu gjendet një ekip i cili ulet me partnerin tonë, me aleatin tonë kryesor që janë SBA dhe ta avancojnë këtë status në një traktat mbrojtjes përbashkët, duke mos u shmangur nga asnjë nismë rajonale që e ndihmon forcimin e mbrojtjes dhe rritjen e aftësive kapacitete ushtarake për të bërë pjesë e kësaj arkitekture mbrojtjes që po ndërtohet në pjesën e Ballkanit, Evropën juglindore. Pra kjo është një nismë diplomatike e Kroacisë. Mirë po mos harrojmë se pas zhvillimeve gjeostrategjike të sigurisë, për shembull luftës në Ukrainë, ndryshimeve në administratën Trump sa i përket sigurisë globale, NATO-s, Bashkimit Evropian, tani ju keni pasur edhe vetë Bashkimi Evropian po mendon këtë drejtim për të rritur kapacitetet të fushën e mbrojtjes së sigurisë dhe po synohet atë diku me 850 miliardë të investohen në fushën e mbrojtjes. Mendoj se Kosova dhe vendet rajontare duhet të shohin plasimin, domethënë integrimin e kapacitetit të mbrojtëse në këtë arkitekturë sigurie në nivel të Bashkimit Evropian, po edhe më lart në NATO. Zoti Berisha, në një analizë tuaj për këtë marrëveshje, ju ndër të tjera shprehni që Kosova do të shkojë edhe më tej për blerë dhe avion nga luftarët nga Izraeli. Shqipe, Kosova është në procesin e ngritjes kapacitetit në një periudhë 10 vjeçare, e cila është ndarë në 3 faza, me nga 3 vite, viti i parë ka qenë viti 0 për ndryshimet administrative, legjislacion rregullore të tjera. Dhe në këtë proces, në çdo fazë ka objektivat e veta. Domethënë të arritjeve të kapaciteteve për të shkuar drejt kapacitetet plota operacionale. Ne jemi tash në diku në fundin e fazës 2 dhe faza 2 është karakterizuar me blerjen e armatimeve, kryesisht në fushën e mbështetjes me zjarr, domethënë të artillerisë dhe armatimeve tjera. Ka ndryshime në standardën, kërkesa për shkak se teknologjia ka avancuar, nuk ka më vëzhgues toksor të ground surveillance device, pajisjet vëzhgimit toksor, por ka avancuar teknologjia, sot janë dronët, dhe ne kemi ndryshuar të. Ose kemi pasur armet kundërblind të krahut, dhe nga ato granat hellstit i kemi ndryshuar dhe sot i kemi xhavelemet. Në të ardhmen mendojmë se artilleria nuk do të jetë më tërhequr, po të jetë në makineri me sistem digital shënjestrimi e tjera. Pra, siç avancon teknologjia, avancojnë edhe kërkesat. Për sistemi i blerjes tonë ka qenë i fokusuar në programin French Military Stealth, programet mbrojtjes dhe të mbështetjes me pajisje, me servitje, me gjitha, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një marrëveshje full stop agreement për, domethënë, statusin e forcës, marrëveshje plot me Ajovën dhe këtë mbështetje kemi pas në mënyrë permanente. Pastaj kjo qeveri ka provu të bëjë një diversifikim të mundësive të blerjes edhe përmes të
marrëveshje bilaterale me shtete të ndryshme, siç janë aktuale tash me Turqinë e tjera. Mirë po, kjo sa ka onën e mirë diversifikimi, a dikur do ta kishte të mirë. Sikur partnerin kryesor mos ta kishim sigurt, për shembull, Shebat. Mirë po, derisa na kemi Sheban, cila ka dhënë tërë asistencën e vet, edhe teknike, edhe profesionale, në ngritjen e forcave armatuse të Kosovës. Ka përcaktuar rrugë të furnizimit dhe të blerjes armatimeve sipas implementimit të projektit për forcat armatose të Kosovës. Atëherë çdo marrëveshje bilaterale për blerje diversifikuar në me shtete të tjera, unë mendoj se nuk është e arsyeshme. Bile ka më na shkaktu probleme në çështjet e logjistike, të mirëmbajtjes, pjesë të rezervë, municioneve të tjera. Sepse atë na duhet të orientojmë shumë shtete. Kështu kemi fokusin vetëm me Shebat. Unë mendoj se duhet rujtë, dhe tani jemi në fundin e fazës së dytë dhe fillon faza e tretë e implementimit. Në fazën e tretë do të krijohet edhe flota ajrore, pra me helikopter multifunksional, do të thotë edhe për operacione medevac, evakuime medicinale, edhe për firefight, do të thonë për shurjen e zjarreve të tjera, edhe pastaj për fajtera, do të thonë vetëm montohen pajisjet edhe shërbejnë edhe për luftë. Këtë e kemi analizuar, këtë kemi planifikuar, ta kemi në forcë, dhe tani është faza kur ato pjesë të flotës ajrore futurakët duhet të blihen. Blerja pastaj është sipas preferencës, kostos të tjera, mirë po unë mendoj se duhet të harrojmë kursin e blerjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse na lehtëson edhe punët logjistike edhe të mirëmbajtjes së furnizimeve. Një alternativë, se shefi na duhet me ulëmtu tregun, një alternativë që ka ndihmuar shumë, që do të na ndihmonte shumë në krijimin e kapaciteteve është edhe blerja që kanë preferuar nga Izraeli. Këto analiza i kanë bërë gjatë kohës sa kam shërbyer fort e vitit 20, me qenë se kanë qenë pjesë të rishikimit strategjik dhe e hartimit të këtij plani gjatë procesit tranzicionit, por edhe monitorimit vazhdueshëm në implementim. Kem parë aeroplan të forcave izraelite, në atë kohë kam komunikuar drejt për drejt, edhe me personalitetet edhe të kuvendit, edhe të mbrojtjes, edhe të industrisë mbrojtjes të Izraelit, të cilët na kanë ofruar dhe sugjeruar aeroplan të cilët kanë aftësi për të kryer edhe këtë së shqipe, 3 role që i luan, ta zon, 2 role që i luan me helikoptere multifunksional, mund të kryejë edhe aeroplanin. Ateron në pistat ndryshme, nuk është të thonë të ketë një pistë gjithmonë standarde, mbushet me ujë në çdo liçen kudo që të ndodhet, kryen edhe rolin e shurjes të zjarreve, edhe mund të ndihmojë edhe në luftime sepse i ka pajisjet për bombardime të tjera. Pra, ne duhet me pa, edhe koha e përgatitjes së pilotëve është më shkurt, afati, pastaj kosta e atyre është më e lirë se sa blerja e helikopterëve. Prandaj na duhet të shohim që kemi luftuar gjithmonë ta kemi një ushtri që s'është e madhe në numër, por shumë e pajisur me teknologji, është shumë operative dhe shumë efektive dhe efikase kur operon. Kështu që unë mendoj se duhet mendojmë këtë tema, ka ekspert, ka ushtarak brenda trupes atje, edhe me të cilët koordinohem, me të cilët bisedojmë, me të cilët i pranojmë sugjerimet, dhe ka atje është një ekip këshillues i NATO-s që në vazhdimsi na mbështesin për ta ndërtuar një forcë sa me të aftë për të operuar në çdo rrethon që do të ketë nevojë Kosova dhe populli i saj për të mbrojtur. Zoti Berisha, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju për trasimin.